Pas mos pranimit të martesës së tyre, Shahin dhe Nare kthehen në shtëpi. Shahin doli që Xhihani nuk e miratoi martesën tonë. E Xhmeli, po unë e dija një gjë të tillë. Xhihani është më keq se Sadakat. Ata nuk i kanë mbaruar hallet me ne, nuk do të lodhen kur duke u marrë me ne. Duke dëgjuar këtë, Nare i drejtohet e Xhmelit. Pse kështu? Sepse vëllai im mendon që ju e keni vrarë vëllain, Boranin. Çfarë po thot kjo grua Shahin? Thotë Xhmeli. Shahini, ai burri ishte dikush tjetër, thot Xhian. Si mund t'jetë dikush tjetër, thotë Xhmeli. Kunata ime e ka parë. Vëllai im është vënë pas, por para se ta kapte, e kanë ekzekutuar. Përgjigjet Nare. E Xhmeli, shiko Nare, tani po e tepron. Ky burr të mori për dorë dhe të solli në shtëpi si nuse, apo jo? Ata po shpifin që të mos vish nuse në këtë shtëpi. Ata e din se ndryshe nuk mund ta marrin Naren mbrapsht. Pa ditur se çfarë të bëj dhe ku të shkoj, Nare largohet. Shahin i bie pas për ta ndalur. Nare, nuk di se çfarë të bëj. Zemra më digjet. Nga njëra anë është familja ime, nga ana tjetër je ti. Nuk e di ku të shkoj, ku të strehohem. Thjesht duhet të besosh, thot Shahini. Ti e di se si është nëna jote. Kur ishe në proces divorci me Ozganin, nëna jote dëshmoi kundër teje. Nare, edhe baba yt te Xhmeli ka shumë mëkate, apo jo? Megjithatë, të dy harrojnë kundërshtimet e familjes dhe kalojnë një natë së bashku. Ndërsa kjo është një bisedë midis Xhianit dhe Sadakatit. Xhiani, nen, tani e tutje nuk do të bëj me asnjë gabim që të humbas njerëzit që dua. Këtë di e mirë. Këtë gabim që kam bërë shumë herë në të kaluarën. Thash familjen, thash fisin, dhe në fund çfarë ndodhi? Kujtoje, e humba me Iremin. Unë në të kaluarën nuk e kam dashur kur këtë gjë. Por nga të gjithë barat që më kanë ngarkuar e kaluara, unë tani kam hequr dorë. Jam lodhur dhe nuk dua të humbas dhe Ajlën. Shiko, unë nuk jam kundër teje, ta kam thënë, por dua që ti të jesh në krahun tim. Ndërsa kjo është një bisedë midis Aljes dhe Xhianit. Alja, duket sikur po luftoj me veten, me besnikërinë tonë ndaj të kaluarës. Ne erdhëm me një urrejtje të kripur, por e di, edhe unë kisha qenë si ti. Dashuria. Kur të pash për herë të parë, diçka u çrrënjos brenda meje. Diçka filloi, nuk mund ta shpjegoja, por nuk e kuptova. Nuk e dija atëherë natyrisht. Ne jemi bashkë apo jo? Jemi krah për krah. Mos ki frikë me. Xhiani, po kam një frikë. Frikën se do të humbas. Xhian zgjohet i tronditur nga një ëndër e keqe. Ai kishte parë në ëndër vëllain e tij Boranin. Pamja e Boranit në ëndër e shqetëson shumë dhe e bën të ndihet i rënduar. Alja e vren gjendjen e tij dhe i kërkon të qetësohet, duke e pyetur çfarë ka ndodhur. Xhiani tregon se në ëndër pa Boranin dhe nuk kishte një ëndër e mirë. Ai ndjen se brenda tij ka ende shumë peshë dhe dhimbje nga kaluara. Afërsia dhe dashuria që po përjeton tani e bën të ndihet sikur po e harron Boranin dhe kjo e shqetëson. Alja përpiqet ta qetësojë dhe i thotë se ata nuk e kanë harruar Boranin dhe nuk po përpiqen ta harrojnë. Ata thjesht po përpiqen të fillojnë një jetë të re, duke mbajtur brenda tyre kujtimin dhe dhimbjen e së kaluarës. Xhani shkon në spital për të vizituar Nadimin, i cili ndodhet në gjendje të rëndë. Atmosfera është shumë e tensionuar dhe e mbushur me zemërim. Demiri është aty dhe përballë Xhanin me akuza të forta, madje dhe Kain. Ai i fajson për gjithçka që ka ndodhur, sidomos për gjendjen e babait të tij dhe për ngjarjet që e lidhin me vrasjen e Boranit. Xhan përpiqet të shpjegojë se ajo që ndodhi nuk ishte vetëm faji i tyre. Ai thotë se dikush u ka bërë kurth dhe i ka futur të gjithë në një lojë të rrezikshme. Megjithatë, për të ulur tensionin, ai tregohet i gatshëm të kërkojë falje për çdo gabim që mund të ketë bërë. Demiri nuk e pranon këtë. Ai është shumë i zemëruar dhe mendon se Xhani është përgjegjës për vuajtjen e familjes së tij. Ai thotë se nuk mund të ketë më marrëveshje mes tyre dhe se nga tani e tutje do të ketë vetëm armiqësi dhe akmarrje. Xhani shkon te varri i vllait të tij Boranit për të folur me të dhe për të nxjerrë gjithë dhimbjen që mban brenda. Ai i rrëfen Boranit se në fillim ishte shumë i zemëruar me të, sepse u ndjej detyruar të martohej dhe të mbante mbi supe një përgjegjësi shumë të madhe pas vdekjes së tij. Ai ndjente se Borani e kishte lënë vetëm përballë një varre shumë të rëndë. Por me kalimin e kohës,
zemërimi i tij filloi të ndryshonte, kur pa dhimbjen dhe vuajtjen që kishte përjetuar gruaja e Boranit, Alia, mëshira filloi të lindte brenda tij. Ai ndjeu çdo dhimbje të saj sikur të ishte e tija dhe kuptoi se të dy po mbanin plagë të mëdha nga e njëjta humbje. Gradualisht, kjo mëshirë u shndrua në një ndjenjë më të thellë, në dashuri. Gjani pranon se kjo ishte një ndjenjë e re për te, diçka e qetë, e thellë dhe e rëndë që nuk e kishte përjetuar më parë. Ai thot se nuk mund t'i shpëtonte kësaj ndjenje. Në fund i kërkon falje Boranit, duke i thënë disa herë ma bëj halal, sepse ndjen se e ka dashur gruan e tij dhe se kjo rëndon shumë ndërgjegjen e tij. Duke u larguar, papritur Xhian shikon tek varri i Boranit një grua që nuk e kishte parë kurrë. Ai përpiqet ta ndalojë, por gruaja largohet. Sadakat shkon në shtëpinë e Mines për ta përballur drejt për drejt. Ajo hyn me siguri dhe arrogancë, duke thënë se nuk ka nevojë të trokas në një vend ku ka çelësin dhe ka pasur gjithmonë kontroll. Qëllimi i saj është i qartë. Ajo kërkon dokumentet që Ugur i ka dhënë Mines. Sadakat beson se ato dokumente janë shumë të rëndësishme dhe mund të shkatrojnë familjen e saj nëse dalin në dritë. Ajo i kërkon Mines t'ia dorëzojë menjëherë dhe nuk pranon justifikime. Mine përpiqet të kundërshtojë dhe i thot të ndalojë, por Sadakat bëhet gjithnjë më agresive. Për ta frikësuar, Sadakat e kërcënon drejt për drejt me vajzën e saj. Ajo i thot se njerëzit e saj e din ku jeton vajza, çfarë bën dhe me karri. Pastaj e paralajmëron se nëse ato dokumente ose informacionet arrin te personi i gabuar e Xhmeli, vajza e saj mund të zhduket në një vend ku askush nuk mund ta gjejë. Kjo është një përballje shumë e tensionuar mes Xhianit dhe Xhmelit për drejtimin e fisit. Xhmeli kthehet dhe pretendon se vendin që mban Xhiani i përket atij. Ai thot se për vite me radhë Xhiani ka zënë vendin e tij dhe se pronari i vërtet i tokave dhe beu i fisit është pikërisht ai. Xhiani e kundërshton fort dhe e quan Xhmelin tradhtar, duke thënë se ai nuk është vetëm vëllai i këtij fisi, por një bardh dhe një thikë ngulur në shpinën e tyre. Tensioni rritet dhe njerëzit e fisit fillojnë të ndahen në dy anë. Në një moment situata bëhet aq e rrezikshme saqë dalin edhe armët, por Xhiani urdhëron që armët të ulen dhe përpiqet të tregojë se ai nuk do që gjërat të përfundojnë në gjakderdhje. Ai paralajmëron se kushdo që bën gabime do ta paguajë për të. Ndërkohë Sadakati i drejtohet Nares, duke i kërkuar që të mos rrijë në anën e Xhmelit dhe duke i thënë se nuk e ka rritur për t'u rreshtuar me një armik të familjes. Por Xhmel ndërhyn dhe e kundërshton Sadakatin, duke thënë se Nare është nusja e tij dhe se ajo do t'i jap një nip nga gjaku i tij. Ai madje shkon aq larg sa thot se ai vetë do t'i vendos emrin fëmijës dhe se ai fëmijë një ditë do ta mund Sadakatin. Gja rastësisht në rrugë sheh gruan që më parë kishte parë edhe te varri i Boranit. I shtyr nga kurreshtja dhe dyshimi, ai e ndalon dhe e pyet pse ishte te varri i vëllait të tij. Gruaja për një moment heziton, pastaj i përgjigjet qetësisht se ai varr është i burrit të saj. Pas kësaj përgjigje, ajo largohet menjëherë. Këto fjalë e tronditin dhe shokojnë Xhianin, sepse për te, Borani është vëllai i tij dhe jo burri i asaj gruaje. Kjo e bën të dyshojë se ka një sekret të madh rreth Boranit dhe asaj gruaje, dhe se ndoshta historia që ai di nuk është e plotë. Mine shkon në konak për t'u përballur drejt për drejt me Xhianin dhe familjen e tij. Ajo i kujton se nëna e tij Sadakati e ka kërcënuar me vajzën e saj dhe ka vendosur njerëz për ta kontrolluar. Ajo ndihet e rrethuar dhe e tradhtuar nga të gjithë. Mine shpërthen dhe thot para të gjithëve se është Azan dhe se fëmia që mban në bark është nipi i familjes së tyre dhe nuk meritohet të trajtohet kështu. Sadakat reagon shumë e zemëruar dhe akuzon Minen se po bashkëpunon me Xhmelin. Ajo madje thot se e ka kapur duke folur në telefon me te dhe e paralajmëron që të mos e bëj me. Në fund Xhian vendos të marrë Minen dhe të shkojë me te tek Xhmeli, që e gjithë çështja të zgjidhet hapur. Alia përpiqet ta ndalojë, por Xhian është i vendosur dhe nuk dëshiron me që gjërat të fshihen apo të shtyen. Xhian e çon Minen me makinë deri para shtëpisë së Xhmelit. Ai dëshiron që ajo të hyjë brenda dhe të tregojë të vërtetën për gjithçka që ka ndodhur dhe për dokumentet që ka. Xhiani jep një zgjidhje të qartë, ose Mine do të hyjë dhe do të thotë të vërtetën,
ose do t'ja jap dokumentet atij dhe do të hesht për gjithmonë. Ndërkohë Alia përpiqet të bindë Minen që të mos hyjë brenda dhe të mos e tregojë të vërtetën. Situata bëhet më e tensionuar dhe Mine ndodhet mes presionit të Xhihanit dhe përpjekjes së Alies për ta ndaluar. Në një moment shumë të ngarkuar emocionalisht, Mine hip në makinë dhe nga dëshpërimi tenton të përplas Alien me makinë. Në atë moment Xhihani del para makinës për të mbrojtur Alien. Si pasojë e kësaj përpjekje të papritur, Mine humb kontrollin e makinës dhe aksidentohet. Pas aksidentit, Xhihan vrapon i shqetësuar drejt Alies.